çështja është këtu tani, nëse do vazhdojmë të fshihemi pas gishtit, dakord, hajde vazhdojmë, diskutojmë. Shiko, unë sa fola 30 sekondat e para. Jo, ti tani ish biseda, mos e mbaron dhe me këte dhe ish biseda në studio. Fshihemi pas gishtit, hajde bëjmë. Por duhet jemi të sinqert me elektoratin. Patjetër. Tani këto, më falni që them kjo, që është bërë mod tani, presim që partitë e vogla të rriten, të presim që partitë e vogla të rriten. Kushdo që nuk do të ndërtoj diçka nga fillimi, që do kohën e vetë kuptohet, e ka zgjedhjen, ka Partinë Demokratike. Të rritë e Partia Demokratike, nuk ka nevojë të presi fare. Rria aty, Partia Demokratike de facto është e madhe, por duhet bëhet pak më e madhe që të fitoj zgjedhjet. Kështu që kush ka merakun dhe thot tani që fajna pas kanë partitë e vogla se duan të rriten, po partitë prandaj krijohet një parti politike. Krijohet, lindë e vogël, pastaj pak nga pak. Tani nuk e tha kërkush që fajnë e kanë partitë e vogla që duan të rriten. E dëgjoj vazhdimisht. Tani se ku e keni dëgjuar vazhdimisht ju, zoti Sheha, këtë e dini ju. Ajo që thash unë është që në qoftë se Shqipërisi duhet sot ndryshimi i kodit zgjedhor në mënyrë që nëse ju keni marrë mbi 50.000 vota dhe ju përkthehen në 2 mandate, ky është problemi i kodit zgjedhor, nuk është problemi. Unë nuk ndërpreva, ju lutem zotri, unë nuk ndërpreva, unë përmenda fjalët e tua fiks siç i thatë. S'do presin që partitë e vogla të rriten. Po jo, pra nuk mi thënë njësoj, sepse unë nuk thash ka dy mënyra për të vepruar në politikë. Bashkohet me partinë e madhe. Ka 2 mënyra. Ose vazhdon rrugën tënde, një parti krijohet dhe vazhdon rrugën e vet dhe është qëndrestar dhe besnik parimeve dhe qëllimeve pse është krijuar, ose gjë rrugën e shkurtër dhe thotë, unë nuk do pres të rritem, po do bëjmë të dy gjërat. Po jo që të një gjë të recitojnë njerëzit atje dhe të keq interpretojnë fjalët e mia. Unë duke qenë këtu dhe të më keqin interpretoja i tjetri atje, unë nuk mund ta lejoj këtë gjë, ose për ndryshe, po s'mund ta lejoj. Unë jam as përfaqësuesi i Partisë Agronit, as të po pra, ose do të citoj tamam siç e thash, dhe nuk e kuptoj që po thua deri tani, po them pra. Po nëse s'mlet që ta flas, nuk ke se si ta kuptosh. Ore ke 10 minuta, 15 minuta që po flet më zotri. Po jo më se ju po më ndërhyni dhe njerëzit po më shkruajnë hiqi atë se të prish emisionin. Okej. Po tani çfarë them unë? Mirupafshim. Si konkludim zotri, ju do jeni bashkë për këtë punë? Si konkludim, ne do të kërkojmë çdo partie në Shqipëri që është për të ndryshuar kodin zgjedhor 1 dhe për të rrëzuar Edi Ramën 2, që të bashkohet në shesh, të bëjmë presionin e duhur popullor dhe ta detyrojmë Edi Ramën që të ndryshoj kodin dhe të jap dorëheqjen dhe të paraqitet të Ermalit, jo bashkimisht. Në bazë këtë do i kërkon që s'e kuptoj. Mbi ç'bazë po të pyet Batoni i di kërkon ti këto? Urdhëro se nuk ju dëgjoj. Pa flamurin, pa partinë. Mbi ç'bazë, kush je ti që i kërkon këtë? Unë jam përfaqësues i Shqipëria bëhet dhe jam qytetar i Republikës Shqipërisë dhe i kërkoj qytetarëve të tjerë që të bashkohen bashkë me protestuesit të cilët janë në shesh prej 57 ditësh dhe të bëjmë presion pozitiv. Nën flamurin tuaj të kësaj të partisë tënde, dakord, ke drejt tu. Është i përfaqësues i partisë. Nuk mund të jesh edhe qytetar i thjesht i këtij vendi? Që të dalësh në shesh mo. Nuk mund t'jesh njëkohësisht edhe... Po jo për këtë që kanë nxjerrë Ermali, jo për këtë. Si qytetar i thjeshtë, ai ka ftuar partitë, jo qytetarët e thjeshtë. Ja ku e ke Asimin të ta shpjegoj. Në tavolinë ka ftuar partitë. Në tavolinë ka ftuar partitë që të ulen dhe të negociojnë formalitetet se si ne t'i bëjmë presionin pozitiv qeverisë dhe... Është në siklet të madh, sepse qartësisht kanë pranuar të bëjnë pjesë e tryezës, të ulen, tani... Zoti Sheha, ti nuk ke se nga të jesh kaq i mbi natyrshëm sa të shohësh se cilët kanë sikleta në këtë vend. Nëse ju jeni një i dënuar nga gjykata për ato çfarë keni bërë, atëherë ju mund të jeni personi që keni siklete, po ne nuk kemi asnjë lloj sikleti, ne jemi persona të cilët kërkojmë, ne jemi persona të cilët kërkojmë, ne jemi persona të cilët kërkojmë që të imponohemi atyre të cilët kanë bërë kodin zgjedhor dhe kanë bërë këtë kod zgjedhor dhe kanë detyruar qytetarin shqiptar deri në këtë pikë të votojnë dikë tjetër dhe dalin deputet dikush tjetër, atëherë vetëm pak lutem, të na dëgjosh.
Unë po ju dëgjoj nga një orë, po. E kini kontradikt serioze brenda diskursit dhe të kërkesës tonë. Po thua që ne si parti kërkojmë nga gjitha partitë dhe qytetarët të bashkohen në një qëllim tuaj. Dhe mas një minute, vetëm një minutë nuk kaloj e thua që na duesh ti se ty të ka dënua gjykata. Po si është e mundur që mrenda një minute ti e shkatron një den për cilën... Ky është qëndrimi jotë, po unë nuk e thash që nuk na duesh. Po më nkes për kontradiktën tonë. Tani, absolutisht. Po do t'ja përgjigje tani. Po nuk bëhet kjo kështu. Absolutisht që nuk thash as Pori kasetën, tani i nderuar. Nuk ka atëherë, ti je i ri në politik, dakord? Nuk ka asgjë të keqe. Kam përshtypjen që mund t'jem edhe pak më përpara se sa ju në politik, po shërën si ka. Oke, je i vjetër atëherë, do me i vjetër. Je i vjetër, po të se mos gatrojnë me Saliun, përse ndaj të ta thak. Ti je i vjetër, ti je i vjetër në politik. Tani, qëndrimi njerëzit, kur janë në politik, duhet jenë koherent me qëndrimet e tyre. Koherenca është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Por me sa duket, ti nga kryetari koherencën nuk e ke mësuar. Sepse kryetari yt... Ka një vendim gjykate dispozitiva që ne do marim, po morëm shkruaj, ma shkruaj pak atë. Ka një dispozitiv... Po morëm një mandat, unë s'kam për ta marrë mandatin, ka një dispozitiva, po nuk ka. Dhe latë nam për atë mandat. Ka dispozitiva, po nuk ka. Se ti mund të flasish edhe për seksin e ngjeve këtu, po. Mos gënje aptas, sepse ka një dispozitiv vendim gjykate, ka vendosur, ka thënë që çfarë kam thënë unë për kryetarin tënd, dhe ty nuk të ka bërë përshtypje, dhe ty nuk të ka bërë përshtypje, ka thënë që nuk ishte shpifje. O zotria, je gjobit me 3 milion lek gjob. Tani, fol me tikun dhe pyete, kërkoj llogaritikun, çfarë është kjo se agroni tha që nuk është dënuar agronisht për shpifje. Unë jam avokat dhe një vendimet e gjykatës, një Prandaj bez bashkimit si mund të flasim për kësi... Shiko, kjo është kultura, më falë, shiko, kjo është kultura. Po flasim për bashkimin... Ne si parti politike, unë e kuptoj... Se dhe zënsja juaj... Janë zhgënjur. Edhe zënsja juaj po më shkruan... Pristin të venim pas... Dhe përpiqet ndihmoj duke thënë i kemi dërguar Ermalit 6 pika dhe një nga pikat e shkodit zgjedhore tjerë. Që të sqarojmë përfundimisht bashkë dhe me partinë tuaj dhe me. Unë ju kam thirrur sot këtu për t'ju pyetur, a janë bashkë për të shkuar në këtë proces që ka propozuar zoti Ermal Asimja. Ata sqarojnë në lidhje me Jo, tani nuk do sqarosh, tani ti nuk do sqarosh më asnjë. Se ti sqarove pikat. Sqarove i re nga Republika e Kinës. Dhe unë nuk mund të vazhdoj. Po më vjen keq tani. Tani unë kryetarin tënd do të stres ditën e njëjtë dhe do flas. Edhe zënësja juaj më thatë njëta të gjera. Në Ermalin mo. Është Ermali. Ermal më falë. Po shikojnë zotërin. Se kuptoj sepse e keni marrë me kaq. Se kuptoj pse e keni marrë me kaq nervozitet këtë situatë, por megjithatë unë ju respektova sot dhe erdha këtu për të diskutuar dhe për t'ju sqaruar për gjitha pyetjet tuaja. Jeni të lirë që të bëni diversion, të bëni... Unë jam i lirë për të bërë diversion. Absolutisht, sepse për sa kohë që... Po ti duhet të përgjigjesh pyetjeve që unë të bëj kur të thres në një emision. Absolutisht, që unë të përgjigjem ashtu si që di unë të përgjigjem. Nëse ke emisionin e parë që del, mësoj këtë gjë. Duhet të përgjigjesh pyetjeve që të bëjnë. Faleminderit, unë i bëj... Absolutisht, edhe si një të tjera, nga gazetarët më të vjetër të kësaj po ja pra kolegët e mi që janë gazetarë të njohur dhe me shumë eksperiencë, më thonë të njëjtën gjë. Tani... Falenderoj shumë